Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinja, ku po takohemi sërish së bashku në kanalin ton për të sjellur një histori të çuditshme, të frikshme dhe shumë horror. Kardiologu i famshëm rus Vladimir Almansov mbante në zyrën e tij një kavanos me një zemër njeriu. Shumë njerëz e pyesnin pse. Këtë ai u shpjegonte studentëve të tij me anë të një fotografie të vjetër. Në foto ishin dy të rinj të dashuruar në ditën e martesës së tyre, dhe doktor Almansov tregonte një histori me të vërtet prekëse që lidh mjekësinë me njerëzimin. Në vitet 1950, kur Almansovi ishte ende student i mjekësisë në Shën Peterburg, një vajzë e re me emrin Marina u shtrua në klinikën me diagnozën endokardit bakterial subaktu. Prognoza pa shpresë. Zemra e saj ishte e dobët. Temperatura nuk i zbriste dhe askush nuk e besonte se mund që të shpëtonte. Në klinikë ishte edhe një mjek i ri, sapo i diplomuar, i cili quhej Sergej, i qetë, i zellshëm dhe i angazhuar. Ai nuk mund ta shëronte sëmundjen e Marinës, por ai u dashurua në të. Çdo ditë vinte pranë shtratit të saj, fliste me të, i sillte lule, dhe një ditë zemra e Marinës filloi të ndryshonte. Vlerat e saj u përmirësuan, forca ju kthye dhe ajo kundër çdo pritshmërie mjekësore u shërua plotësisht. Pak kohë më vonë, ata u martuan. Fotografia e tyre që kishte doktor Almansovi dhe që ju shpjegonte historinë studentëve, u bë në ditën e dasmës së tyre, ku ai ishte edhe i ftuar. Sergej dhe Marina krijuan një familje dhe jetuan shumë vite së bashku. Dekada më vonë, Marina tashmë e moshuar dhe sëmurë rënd po jepte shpirt. Fjalët e saj të fundit për mjekët ishin këto: "Dua që zemra ime të dhurohet fakultetit të mjekësisë në Shën Petersburg, si kujtim se një zemër e sëmurë mund të shërohet nga një zemër që e dashuron." Dhe ishte pikërisht ajo zemër që ndodhej në zyrën e Almansovit, jo si një preparat mjekësor, por si simbol i asaj që as shkenca dhe as teknologjia nuk munden ta zëvendësojnë dashurinë. Kardiologu i famshëm rus Vladimir Almansov ishte një pioner i kirurgjisë së zemrës në Bashkimin Sovjetik. Ai kreu transplantin e parë të zemrës në BRSS në vitin 1957, dha një kontribut të madh në zhvillimin e kardiologjisë moderne. Punimet dhe kërkimet e tij e bën atë një figurë kyçe në historinë e mjekësisë së zemrës. Do me thënë, është kjo historia që mban ky tregim për brënda. Bëhet fjalë për një histori dashurie shumë të bukur, ku një paciente e sëmur nga një diagnozë shumë e rëndë, ku familjarët e saj më kishin humbur çdo shpresë të mundshme, kishin humbur çdo ndjesi të mundshme që kjo vajzë mund t'ja dilte. Mbështetja e doktorit, dashuria që ato të dy së bashku krijuan, domethënë një zemër e pastër, një zemër e bukur që dhuronte dashuri të lirë, që dhuronte dashuri të pastër, që dhuronte dashuri pa kushte, duke ia dhuruar këtë dashurinë pa kushte dhe duke i qëndruar pranë me shpirt, jo fizikisht, me shpirt, sepse po u them një diçka që mbrëm pata fatin të takoj një motivues me famë botërore, dhe momentin që më përqafoi, ngjiti zemrën e tij me zemrën time. Dhe pyeta pse e bëre këtë gjë. Tha, e bëra këtë gjë që zemra ime t'i jep forcë zemrës tënde. Do të thënë, energjia e njeriu është aq e madhe sa që ne ndonjëherë nuk mundemi edhe ta kuptojmë kur se një zemër ka hyrë në zemrën tonë dhe po na vëzhgon, po është me ne, është jeton me ne, po dashurohet në ne. Dhe ky rasti i Marinës tregon që me zemër të hapur shumë, me disa fjalë të bukura, me një trëndafil,
ne mund të ndryshojmë një jetë njeriu, ne mund të ndryshojmë një botë. Dhe realisht kështu veprohet. Unë mendoj që sa më shumë trëndafila t'japim, aq më shumë dashuri japim, aq më shumë momente të bukura kalojmë, aq më shumë ëndra mund të realizojmë dhe në këtë rast Marina është të shëruar vetëm nga dashuria. Ku ka më bukur që të shëroj dashuria, është arma më e bukur në botë, është energjia më e bukur që mund të transmetojmë, është dhurata më e bukur që ne mund të marrim. Dhe realisht Marina këtë dhuratën e mori nga mjeku i cili më pas u martua me të, krijuan familje dhe ndërtuan një kala shumë të bukur. Do me thënë, kjo Marina që nuk mundeshte dot të vazhdon jetën, kjo Marina që nuk mundeshte dot të jeton, kjo Marina që çdo ditë luftonte me vdekjen e saj, vetëm nga një dhuratë dashurie shpirtërore, kjo Marina u bë më e fortë se të gjithë, u bë më e bukur se të gjithë edhe jetoi momentin më bukur se të gjithë. Në kanalin tim unë gjithmonë kam thënë që dashuria është arma e çdo zgjidhje që njerëzit nuk mund ta zgjedhin dot. Dhe në këtë rast, kjo gjë ndodhi. Dashuria hapi dyert e bukura, dashuria dhuroi emocionet fantastike dhe dashuria i ndryshoi rrënjësisht jetën Maris. Një gruas të bekuar, një gruas të mrekullueshme që gjithmonë diti të jetojë e lumtur, e gëzuar dhe paqësore në familjen e saj. Ku ka më bukur se sa të krijosh një dashuri të sinqertë, ku ka më bukur se sa të jetosh në momente të lumtura. Të jetosh në harmoni me veten, do me thënë, të jesh paqësor me veten, të jetosh në harmoni në rrethin ku ti jeton, të jetosh në harmoni në shoqërinë tënde, të jetosh në harmoni në martesën tënde, sepse këto kanë vajtur në martesë, nuk ka gjë më të bukur në botë. Dhe çdo plak, çdo sëmundje, çdo pikpyetje që ne kemi, shërohet me dashuri. Me dashuri shërohet çdo gjë. Dashuria është armë e çdo buzëqeshje dhe çdo suksesit. Do me thënë, Marinës nuk i ndihmuan terapit, Marinës nuk i ndihmuan trajtmanet, Marinës ja lehtësoi qëndrimin e saj në spital vetëm dashuria. Të thënurit fjalë të bukura, të dhënurit shpresë, të dhënurit momente fantastike, që ajo ndërtoi një emocion brenda vetes së saj, hapi zemrën e saj dhe mori dashurinë e cila ishte e servuar për të dhe ajo vdiq më në fund e lumtur.